Kanë qeroz jam unë, jo Kaçureli. Vazhdojmë mbaj në mbrop. Para 2 javësh protesta ishte për pelikanin. Pas 2 dhe ti thoshe kjo administrat bastarde ky shtet bastard për amerikanët. Kurse pas 2 javësh protesta shkon në qeverisë. Kështu që ti tani që është këtu në qeverisë, çimi pas ka ndryshuar natyrën e protestës. Dhe ti që ke këtu ke pelikanin duket. Vetëm. Dakor. Vetëm. Po. Ata prap qeveria atje bastarde është. Dakor. Se na ka sjell 2 ajdut. Dakor, po Vankën dhe Kushtnerin që ngelen të njëjtit ajdut si ishin para 2 javësh. Ti ke të drejtë mendosh si të duash për ta, por ai çfarë më përshtypje është që nga momenti që protesta ka kaluar tek nga pelikani për ta mbrojtur tek Rama, pas ke filluar dyshimet për protestën. Po se unë jam i afishuar me Ramën, më kjo dihet prandaj. Me Ramën jo, po me pelikanin po. Prandaj. Por thelbi është ky, domethënë se nuk ka rëndësi pasaj si çfarë nuanca i japim ne. I ka dhënë një shkundje dhe intronditje shoqërisë. Domethënë edhe sikur të mbyllet disa efekte i ka arritur. Berat. Pajtona me pjesën e Bushatit, domethënë a e kupton, ka filluar mendon Berati si ti. Ke ndryshuar ti jo unë. Jo, i kemi disa pika ko pas kohët që pajtohet. Ke ndryshuar ti. Jo. Se Berati edhe unë vazhdojmë mendojmë për shumë gjëra. Pajtona te ajo që skena politike në Shqipëri do të matet para protestës dhe mas protestës. Ka pas shkruar Tan Hoxha, kolegu i nderuar, kur ishte Berisha në burg me bluzën e Berishës, Berisha Free, që shkon të ke opinioni. Kur të më vish ti herën tjetër me pelikan në vend Këmishës, unë e pajtona vetëm të impakti që ka protesta, edhe sot po të mbyllet, unë isha atje, domethënë pak erdha drejt për atë, hera parë që dola pash live, nuk është se si e paraqesin mediat proqeveritare, edhe sot që ka rënje është mjaft e madhe, domethënë vazhdon të prej atyre të resoliterave që ka janë. Ja, rënje nuk ka kjo protestë. Jo, vrasi me dje kishte. Nuk dje ka qenë më e madhe se. Dje ka qenë më e madhe, par dje ka qenë më e madhe se dje, domethënë. Jo, një sekond varë, ke ora kur shkon, ora. Kjo pas orë, domethënë 19:10 pas orës 8 darkës shto. Pas orës 8:30 kjo bëhet dyfishohet. Unë po e matim me të njëjtën kohë dje. Domethënë se tash edhe dje të njëjtën kohë. Po s'ka rëndësi. Okej. Unë kështu i dhon kredit. Ajo çka unë e kam thonë, kam provu para herën e fundit kur kemi qenë këtu, më thonë çfarë? Protesta, nëse nuk i dihet epilogu gjithsesi ka mushu. Domethënë, nëse nuk udhëhiqet për një strukturë partijake, politike, një konglomerat forcash, ata që janë aty dhe më thonë qeverisë, këto janë kushtet tona, kemi këto kushte, ai plotson as si plotson, kjo do të shuhet. Se nuk do shuhet, edhe e vendosin bashk. Po e vën bas, domethënë se bashk publik, nuk do shuhet, po do rritet. Okej, e vën bas publik. Pra, kom hulumtu kohëve të fundit, domethënë protesta më e fuqishme që kishte një impakt madh e dekadave të fundit është ajo në Tahrir Square, ka zgjat 18 ditë. Në ditën e 18 ka dhënë ndërheqje Mubaraku, po edhe kur jep ndërheqje Mubaraku e merr ushtria, domethënë ai jep ndërheqje, po e ruan pushtetin, e ruan dikush tjetër pushtetin. Ka pas shumë viktima atë protestë. Jo, s'ka pas as shumë. Jo. Goxha Fatsore ka qenë në Egjipt, ishte në Tunizi ka pas viktima, po në Egjipt kanë hedhur njerëz nga ura dhe i kanë vrarë gjatë protestave. Mos hymas, inshallah nuk kemi. Po irelevante është ajo, po relevante për mua është e para. Kompani Gjenerat 3 që nuk e kompon zgjedhje, domethënë kom qenë zgjedhjet e fundit këtu, ose abstenojnë ose nuk janë të angazhuar politikisht. Gjenerata që është nër 30 vjeç është e pa angazhuar, nuk ka mendim politik. Kjo protestë një numër të madh gjeneratës re që janë aktiv në TikTok, në Facebook, në Instagram, i ka bërë me mendu politikisht që është jashtëzakonisht e vlefshme për shoqëni, edhe për demokraci. Nuk ka asnjë lloj demokracie që mundet të zhvillu në kushte normale nëse s'ka protest nga poshtë. Se si do definohet kjo, pastaj është çështje tjetër. Unë jam skeptik me këtë sepse protesta është e përbërë prej grupacioneve që pothuajse s'kan asgjë të përbashkët me njëra tjetrën. Pra kjo është çështja se si do t'ja lidhin kryt protestës. Një përbashkët e kanë. Asnjë. Një të thënë. Në ka gjë që i bashkojnë gjithë grupacione, është largimi i Ramës. Në ka diçka që si kemi thonë gjë, a nuk e kërkojnë? Kur filloi protesta, slogani ke Romanburg, Berishanburg. Vazhdon ai slogan. Po mirë, domethënë edhe këtu unë nuk e vëj në dyshim një numër i madh i zyrtarëve të PD-s po mbështesin protestën. Mirë, po ata vetëm nëse e mbyllim këtë pjesën e parë të sloganit Berishanburg, se ata nuk e mbështesin Berishanburg. Pra, ai zyrtari Bilin Kelliçi, po ata që janë gjithë aty, a e mbështesin gjithë Romanburg? Po.
Po, ja pra kjo është e përbashkëta vetëm e protestës. Ata pendojnë çim. Mos ta ndajnë. Po mirë, dhe mos ta ndajnë, na muna me bë, si më thon, se po dëshirës. Jo, jam duke fol për qytetarët, jo për ata që merren me organizimin. Në ka gjë është merret me organizimin. Në ka gjë të bashkë. Unë mendoj kohëve të fundit, posaçërisht prej momentit kur Adolf Berisha ka thonë, dy pyetje të thjeshta fare. A je dakord që ata që janë aty janë gjithë kundër Ramës? Po. A je dakord që ata që janë aty nuk janë gjithë kundër Berishës? Janë shumica kundër Berishës. A janë gjithë apo jo? Jo, gjithë jo. Kundër Ramës a janë gjithë? Kundër Ramës janë gjithë. Ja pra pika përbashkët. Po vetëm për të arsye si më apo kësaj pjesës tjetër. Bëj çfarë të dush ti Rama një. Në rregull është. Le ti Rama. Po Rama, unë vetëm nuk e di një gjë. Qysh ik me çet form, domethënë, fakti që ti po proteston, është dita e 15, 16. Po ti ke thënë nuk është vetëm me këtë formë mund të iki. Ti ke thënë s'është regjim. Qysh? Ti ke thënë nuk është regjim. Në vend që nuk është regjim me këtë formë. Ashtu që shumë keni thonë ju mund se s'dalin njerëz me protestu. Ti ke në vend. Ashtu që shumë keni thonë skandal. Ha? Që dulen. Unë kam thonë që në momentin që nuk e ka Berisha në dorë, që kanë dalë. Unë kam thonë në momentin që Berisha nuk e merr flamurin e protestës, njerëz kanë më dalë. Edhe si më thonë, I prove you wrong. Është protestë tjetër, nëse ke mbaruar. Po. Është protestë tjetër ajo Berishës dhe është protestë tjetër kjo që po ndodh shesh. Domethënë kush është thelbi kësaj? Nuk mund të lesh ngordhjen e nervit të revoltës, të reagimit qytetar, faktit që është apo s'është Berisha. Jo. Kjo ka ndodhur për shumë arsye dhe ne e dimë dhe nuk është u veni se kemi përmend 100 herë. Pra çfarë bën një pushtet, një regjim për ta mpir nervin e reagimit qytetar. Po, unë mendoj që është pa vend me diskutuar tani si do t'i shkojë fati protestës. A janë të organizuar apo s'janë të organizuar? A kanë udhëheqje politike, a s'kanë udhëheqje politike? Po mendon që s'duk me diskutu këtë? Jo, nuk është ky momenti mendoj unë. Ne mund ta diskutojmë nëse ata bëjnë një organizim dhe ky organizim a mishëron dhe a përfaqëson atë frym protestës. Unë them që e mira kësaj proteste është pikërisht kjo gjë. Sepse ajo protestë